asnjë nga pretendimet e ngritura nuk ekziston. Se është vendosur rinumërimi, është fakt që 130.000 fletët e votimit nuk gjenden askund. Kështu që turpin e kriminalizuar e keni ju në një anshmërinë tuaj. Presim telefonatën tjetër. Urdhëroni, mirë se vini. Përshëndetje, urime për emisionin. Unë me të thonë të vërtetën, deshta me folë për problemin e pensioneve, nosha gazetat që qeveria paska parashiku që den 2030 të bojnë indeksime, të rrisin pensionet, të rrisin moshën për pension, doljen pension, dhe një pension fond vitit, nuk e dish. Edhe paga e 13, që e kanë detyrim ligjor kushtetues në fakt, po duhet japin llogari njerë pse nuk e kanë dhënë deri më sot këtë pagën e 13. Se duket sikur u a bëjnë dhurat pensionistëve, po thjesht dhe vetëm detyrim ligjor dhe kushtetues e kanë. Po kujt me la llogaria ata? Ata s'kan japin kujt llogaria, e dihet problemi i tyre. Unë them këtë, nuk e kuptoj. Pse ishte një propozim i Partisë Demokratike minimumi etik, këta nuk duhet të bëjnë minimumin etik, sepse minimumi etik është për mendimin tim është kushti kryesor që duhet për këtë shtesë. Po pra, të premtosh pasaportën europiane pa përcaktuar minimumin jetik dhe jemi vetëmi vend në Europë që nuk e kemi deklaruar dhe përcaktuar asnjëherë atë minimumin jetik. Po këta nuk e bojnë, sepse e propozoi Partia Demokratike, këta janë kundër kësaj, dihet e punë. Por kjo është një se prandaj nuk e përplotsojnë, se është propozimi i Partisë Demokratike, thoni juve. Po tjetër, asë nuk diskutohet e punë, asë nuk diskutohet. Kjo është fatkesi. Pas ka faj Partia Demokratike që e ka premtuar. Po tjetër, për ta po. Për këta, vetëm psa... Jo për ata, për ne, për qytetarët, jo për ata, se ne kur flasim, nuk flasim as për ata, as për ato. Ne flasim për ne, për shtetin ligjor, për shtetin e së drejtët. Çfarë është minimumi etik? Minimumi etik është sasia minimale e parave që i duhet një qytetari për të jetuar me dinjitet në vendin e vet. Ky është minimumi etik. Dhe duhet ishte përcaktuar shumë kohë më parë. Shumë kohë më parë, është e vërtet. Sepse nga kjo pastaj rrjedh edhe përcaktimi i pagës minimale, përcaktimi i kempeve, përcaktimi i ndihmës ekonomike, etj. Si e përcaktojnë sot pagën minimale pa ditur minimumin jetik, për shembull? Po pranej thonë, unë këtë ponis problemin, unë jam një pensionist, edhe unë kam problemin ekonomik, unë thamë këte, unë para 13 viteve, para kësaj qeverisë, unë kam jetu ma mirë. Nuk e di, nuk më interesant se kush ka kënë pushtet, para këtyne, unë kam kënë ekonomik. Edhe para këtyre, minimumi jetik nuk është përcaktuar dhe deklaruar asnjëherë. Pra asnjë qeveri e këtyre 35 viteve nuk e ka deklaruar dhe përcaktuar asnjëherë minimumin jetik. Po, dakord. Ja, dakord. Këtë nuk e ndryshojmë dot, kjo është e vërteta. Jo, është e vërtet. Jam dakord me mendimin tuaj. Nuk është mendim, është fakt. Jo, dakord, edhe unë këtë e pranoj, por unë e kam fjalën që ekonomia është problemi kryesor. Edhe pse minimumi etik thot vetë që nuk ka keni përcaktuar asnjëherë, por ekonomikisht kam qenë më mirë para 2013. Kjo është ideja. Unë çdo ditë po vafnohem në këtë periudhë kohë të kësaj qeverisje, çdo ditë po vafnohem. Sepse çmimet janë disa fishuar, natyrisht. Disa fishuar, edhe rrogat e pensionit nuk janë njëjtë. Kjo ishte ideja. Po. Sepse unë me një pension minimal 200.000 lekë, unë pakten 120.000 lekë më ilaçe. Kjo është fatkesi e madhe, nuk e di se si mund të jetojnë njerëzit. 120.000 lekë ilaçe, po pse nuk e keni të indeksuar a juve?
I kena të indeksum, Zoj, gazetare, për në kërkohet vazhdimisht me shku me përsit disa analiza që janë shumë shtrejta. Dhe të bo analizat e shtrejta, në shtet nuk mund të arrish me i ba, sepse kanë me planifikim të shkojnë shumë largë. Në rimbursimin nuk e bojnë ma tepër se 6 muaj. Unë marrë rimbursim për stat, por duhet me harxhu për me shku me të rimbursimin duhet me harxhu një 50.000 lekë analiza. Pra, i kanë bërë luguritë të sarvun që nuk ka asifar ullit, asifar hiq, absolutisht. E të me thamë që më shkojnë 120.000 lekë ilaçe, unë kam kompleks, smundesh, problemesh. Por e kam fjallën që nuk e di se si mund të jetojnë këtë popull, nuk e di se si mund të jetojnë me këta pensione. Edhe unë një ka nosha dhe në televizion e tjera të i ba pompozitet. Në një televizion për i ba të pompozitet këti propozimi qeverisht, kja është alarmanti, kja është nuk e di, nuk e kuptoj. Unë për veti e shumë, unë jam mosh, por unë e shaf shumë shtirë, sepse mund të thojnë edhe dikush, mund të thojnë dikush që kanë fëmijë, kanë fëmijë gjashtë, por kanë familjet e veta, jashtë e vështirë. Nuk e di, na kena me vetëm gjithë, pensionistat kena me vetëm, që si mund të kalojmë të jetës, nuk e di. Po atë me shpres, se pa të nësha diçka, erdhi mbeti prap këtë qeverisje që nuk e di se edhe me pa bon për 12 vjet me hangër këtë popull me lugaret edhe nuk do ishte rëtu prap se di. Prap se prap i këte kena, nuk kena ka ikën. Ne mendojmë për më largu, po mosha e unë s'ka që largohet, s'ka ku shkon. Edhe më largu s'ka që ka bën jashtë, nuk e di. Pak të si e mëllë, unë nuk e di se si mund të arë. Zotri, ju falenderoj për komunikimin. Të larguarit nga vendet duhet ishte zgjedhje për se cilin prej nesh, jo zgjidhje. Pse duhet të ndjehemi ne të detyruar të largohemi nga vendi ynë, nga qyteti ynë, nga familja jonë. Pse? Për çfarë arsye? Nga njëra anë deklarohemi si vendi i dytë në Europë për sa i takon pasurive toksore, nën-toksore e tjerë, nga ana tjetër deklarohemi të parët në Europë për sa i takon varfërisë. Po diçka nuk shkon këtu, dhe jo për fajin tonë. Kur qytetari i vonon pagesat e faturave vepron kamat vonesa, apo jo? Po kur qytetarit i vonohet shërbimi dhe pagesat, ka kamat vonesë në favor të qytetarit? Minimumi etik diskutohet këtu si luks i madh. Jo, është detyrim kushtetues që duhet ta kishin zbatuar dekada më parë. Dhe që rrjedh edhe nga konventat më të rëndësishme ndërkombëtare të lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, të jetuarit me dinjitet në vendin e vet. Mirë se vini, urdhëroni. Po? Mëngjes. Afroja një pak telefonin, ju lutem. Mëngjes. Mirë mëngjes. Do t'jap një këshill. Do më jep një çfarë? Një këshill. Kush ju kërkoi këshill juve? Po ta jap një këshill, nëse e pranon, nëse jo. Por të flasin njerëzit ka hera po, se flasin jetën teme në televizion. Jo, ju jeni zë shumë i njohur, kjo është e pavërtet. Këtu keni folur me 10 herë. Tashi unë betohem të është... Po nuk ka nevojë as të betoheni, as të prezantoheni si telefonues për herë të parë, apo jo. Ju keni të drejtën tuaj të flisni për problematikat dhe shqetësimet tuaja. Problematikat janë si kur fillojnë njerëzit me folë, marrin telefonin, marrin ata mos e përzej se ti e balla fazane e malla. Kur nuk ju leverdisin juve, ndërhyrjet e mia kështu ju dukem. Përshëndetje me juve, këshilla për të thënë të pavërteta dhe për t'i përgjysmuar të vërtetat dhe për t'i retushuar të vërtetat nuk kam pranuar dhe nuk do të pranoj kurrë në jetën time. Dhe ju e dini shumë mirë këtë. E pa kompromis për të pranuar këshilla të tilla.
retushimet e të vërtetave, mbivendosjet e të vërtetave, masakrimet e të vërtetave, këshillat të tilla adresojnë diku tjetër se keni gjetur personin edhe ekranin e gabuar. Dakord? Që të mos shpenzojmë herë tjetër minutat që i shërbejnë qytetarëve të tjerë për problematika dhe shqetësime konkrete. Shumë e thjeshtë. Kemi ardhur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, duke ju falenderuar për vëmendjen dhe telefonatat, ju përshëndesim.